nuk është se lidh. Dhe unë mendoj që betejën e Rënvelia e ka me atë dosje. Nëse rikthehet në politikë fort, kthehet me atë dosje. Nëse do ta kthen te gjykata kushtetuese thjesht se ka fituar proceduralisht, po pa qenë në gjykim të tillë, domethënë, unë mendoj që i ka dhënë një grusht ose domethënë ka një mungesë serioziteti pastaj lidhur me atë çka po ndodh në raportin e hetimit a duhet përshpejtohet. Duhet përshpejtohet edhe për Berishën, edhe për Metën, edhe për Veliajn, edhe për gjitha, domethënë, sidomos për këta që përvuajnë edhe masat e sigurimit ekstrem në afat gjatë. Duhet ta kemi të qartë, domethënë, që ligji në përgjithësi se këtu e lexojnë në mënyrën ekstreme, sikur burgu është vetëm zgjidhje. Ligji domethënë predispozon që në sistemin e vet të jetë human, pra ti të konsiderohet se si të japit drejt qytetarit, të japit drejtësi, jo të drejtë, po të japit drejtësi në favor të qytetarit. Ky është tentativë dhe ne nuk mund të jemi vendi edhe jemi nga tradhët që kemi më shumë para burgos ose të dënuar. Pra nuk mund të jetë burgu koncepti final. Dhe ndoshta duhet ndryshuar kjo gjë. Por edhe loja me prezumimin e pafajësisë tyre për mua është domethënë hipokrite, është e padrejtë për qytetarët. Je i shqetësuar për qytetarët, po jep dorëheqje lejit në gjeni një kryebashkiak tjetër. Se nuk mund t'i marrësh me procedurë. Nuk e njeh dorëheqjen këtu, asnjëri që shkon përballë drejtësisë. Po pra, po si mund të na thon pasaj për moralisht kur morali nuk e njohin, se kjo është koncept moral. E vërtet. Jep dorëheqje dhe unë të mbështes ty moralisht në çdo lloj sekonde, se politika është perceptim publik apo jo. Kur je zgjedhur nuk e arsim ke treguar më dokumentat që je i ndershëm, s'ka kërkuar njëri dokument. Atëherë, kur akuzohesh më tregon në mënyrën para ligjit që je i ndershëm, se ideja që mund ka votuar qytetarët, shikoj. Qytetarët votojnë një herë në 4 vjet, po ligjshmëria të zgjedhurve matet për ditë, verifikohet për ditë nga institucionet ligjzbatuese. Se ti mund të zgjidhesh sot dhe të çmendesh, po si do të bëjnë qytetarët? Do të mbajnë 4 vjet sepse të kanë zgjedhur? Prandaj kjo loja me idenë që mua më kanë zgjedhur qytetarët është një gënjesh. Të kanë zgjedhur qytetarët për këtë ke shumë të drejtë të mbrohesh në këtë pikë, por në momentin që je përpara ligjit, të ke drejt para ligjit dhe ke akuzë penale ndaj teje, gjëja më e mirë që mund të bësh qytetarëve është ti lësh të lirë zgjedhje një tjetër, dhe të shkosh dhe dalësh i pafajshëm, pastaj ktheu kryebashkiak, ministër, kryeministër, fito zgjedhjet, ndërto partinë ke drejt. Si duk reagimi Ramës kur në pikën e tretë se kishte arrestuar me pika atë ditë mas vendimit të gjykatës kushtetuese, i sugjeronte në thonjza që atëherë liroheni dhe çojeni në zyrë kur të vi koha për masën e tij të sigurisë kushtetuese. Po të kishte kërkuar falje lidhur me qëndrimin politik që mbajti në asamble, sepse edhe Këshilli Bashkiaku mblodh në Partinë Socialiste, nuk mblodh në bashki kur mori vendim për Veliajn. Dakor, por ti e more politikisht vendimin, e shkarkove në asamble, vendose atje, pastaj vendose një mbledhje ku nuk diskutove fare problematikat që janë ngritur për Bashkinë e Tiranës, se mund ta kishe shkarkuar në lidhur me përgjegjësinë që ka për 5 dën, se kryetari i bashkisë ka përgjegjësi për drejtuesit që ka zgjedhur apo jo. Ose për senatorin e Tiranës thot opozita apo për shëmbinetarit kombëtar sipas saj. Po pra, ke një tuf variante, domethënë ti zgjodhe nenin mbi emrin shkelje e rënd. Ti zgjodhe nenin më të pasbatueshëm deri më sot, po që zbatove për herë të parë me Veliajn, domethënë për të shmangur spektaklin. Dhe nuk mund të jesh i pandershëm kështu sepse ke marrë vendime politike, ke qenë i qartë në këtë gjë dhe tani gjykata e ka kthyer në mënyrë procedurale. Thjesht i ka kthyer procedurën për shkak se ke shkelur 1, 2, 3, 4 të drejta. Dhe këtu për mua, ka fituar pushteti lokal, nuk ka fituar Veliaj. U bë pjesë e kësaj shkelje loje edhe presidenti i Republikës me dekretimin e 9 nëntorit, si datë zgjedhje për Tiranën? Presidenti i Republikës nuk ka bërë asnjë shkelje. Kjo është kërkesa e kryeministrisë. Kryeministria e ka pa duhet priste presidenti 2 javë afatin derisa ta ankimoj apo jo nga Velia i shkarkimi i Këshillit të Ministrave. Presidenti nuk e priti. Presidenti mund të kishte kërkuar përshpejtimin nga gjykata kushtetuese të marrës vendimit për ta saksuar këtë gjë para se të nxirrte dekretin. Edhe ka të drejta ta kërkojë këtë lloj procedure që gjykata kushtetuese të përshpejtojë marrjen e vendimit dhe nuk ka pse për shembull që ishte një çështje jo e patë si u dha vendimin shpejt që ishte